Por unë dëshiroj të falenderoj gjithë qytetarët e Drenosit për kulturën që e kanë tregu, vërtet janë qytetarë kampion, ka një fushatë e jashtëzakonshme e qetë e mirë, pavarësisht opozita ka përdor çdo lloj diskriminimi me portale ndryshme falso, me audiencizime fals, për gjitha kanë më përgjigj para ligjit, edhe unë qoftë se kum shkel ligjin jam i gatshëm më përgjigj, sa i përket rezultateve. Ju i keni po rezultatet e exit pollove, unë jam me çdo respekt për punën e tyne, për mundin, po e dini që edhe në zgjedhjet tjera shumë herë, kom thonë që nuk ju besoj aty në rezultatev, sepse rezultati për neve është veç kur del nga kutia e votimit. Na e dojmë që gjithë veshgues të komisionerët t'jenë përqendruar në votim, në numërim, sepse na dëshirojmë që çdo qytetar kujt ja ka besu 4 vjet e ardhshme me qeverisë, le t'i del vota dhe kush fiton, unë ja shtri dorën. Jam i bindur që ne e morrim me herën e parë, nuk kam e pas nevojë për herë dytë. Gjitha rezultatet që jemi të marrë, jemi bind shumë të udhëheq karshi gjithë kandidatëve tjerë. Kur themi 6 kandidatë tjerë, na vetë jemi të bri në çdo vend votim. Mund ta kem ndaj votim që e jena mropa tyne, por në shumicën jemi përbara dhe presim rezultat pozitiv. Me balotazh apo pa balotazh? Na jem të folë për pa balotazh, nuk jem të folë për balotazh, nuk pres balotazh. Rezultatin e pranoj çfarë do qoftë ai.